Jemi përsëri bashkë në transmetim direkt, siç që kemi njoftuar që në hyrjet programit, tema e sotme ka të bëjë me bullizmin, ka të bëjë me dhunën që është mos e dukshme. Kjo ndoshta edhe fal rrjeteve sociale dhe shpejtësisë së ndarjes së informacionit, por do ta diskutojmë me të ftuarit tanë nëse ka edhe një shtim në masë kemi përkufizuar ne. Pra ka një rritje të numrit të rasteve, një rritje të gjuhës së dhunës edhe të bullizmit. Prezantoj me njëherë të ftuarit. Kam Ariana Maçi si ekspert e arsimi, mirë se erdhët. Faleminderit shumë. Gëzim Tushi, profesor, faleminderit shumë që jeni këtu. Faleminderit. Vjoj me Ermelinda Hoxha, faleminderit, kënaqësi që jemi bashkë. Dhe në Skype do të jemi me Denada Toçën, e përshëndesim. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes Agida. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe ja një bisedë ndryshe sot nga ditët e tjera, po e nevojshme. Ndryshe, në fakt pak, edhe mbas e iniciuar jo nga një rast i veçantë që ne përgjithsisht ngrihen shumë tema diskutimi në televizione, por duke bashkuar pak këtu e pak aty, pak një postim këtu, pak biseda midis prindërve dhe miqve tanë të përbashkët që shikojnë dhunën dhe bullizmin të lidhur ngushtë me njëra tjetrën, por si një problem shqetësues, të cilit akoma nuk e kemi gjetur dot një zgjidhje. Është një zgjidhje propozuar sot nga kryeministri për mbylljen e TikTokut, që ka diskutime edhe kjo pjesë, nëse është vërtet masë e mirë efektive, apo nuk duhet mbyllur gjithashtu. Ja, po pyes pak Denatën, me qenë se kemi në Skype edhe mund të marrë një mendim për këtë, besoj. Është okej, është një masë e vlefshme kjo mbyllja e TikTokut? Mendoj që ka vlerën e saj, nuk mendoj që duhet jemi radikal, por dhe nuk është si vendim radikal, është një periudhë kohë e pjesme që e kufizon TikTokun, por është një mënyrë që të mund të japi edhe iniciativë që vjen pas kësaj, testimi dhe vlerësimi se çfarë ndodh në këtë një vjeçar. Sepse dhe të jepet një vendim si ky, pa patur një vlerësim më mbrapa se si ndikoi mbyllja e tij, do ishte e kotë. Kështu që uroj që kjo të pasohet me vendime të tjera në raport me vlerësimin e situatës para dhe pas mbylljes së TikTokut. Qartë. Nëse do ishte vlefshme për ne kjo gjë. E qartë. Pra është si një lloj studimi në një farë mënyre edhe kjo që po bëhet për të parë efekte. Dhe unë jam dakord pasi kemi qenë dhe vetë ne si prindër dhe prindër të tjerë që e kanë inkurajuar këtë gjë, dhe është një zë që u dëgjua dhe duhet përshëndetur kjo gjë që në fund të ditës kanë arritur ta dëgjojnë zërin e prindërve dhe kjo është marrë në konsiderat, dhe pse jo, kjo konsiderat duhet përshëndetur dhe nga vetë shoqëria që të shikojmë pastaj se çfarë ndodh pas kësaj. Bukur, po. Edhe pse ka disa avantazhet e vetë në raport me fjalën e lirë, nëse fjala lirë do ishte e varur dhe e nxur kaq fort me TikTokun, atëherë ashtu qoftë. E drejtë. Mirë, po vijoj ndërkohë edhe këtu me bisedën, ka raste të shumta, profesor, do doja të ndaleshim bashkë. Video pafund që dalin her pas here dhe jo rrallë herë, thuajse çdo javë ka ndonjë video që janë ca nxënës të një gjimnaze, ca të tjerë në një gjimnaz tjetër, të rinj në rrugë që zihen me grushta. Përse po duket më shumë? A janë rritur rastet? Shikoni, unë mendoj që fenomeni duhet parë në dy anë dhe duhet bërë një prerje, si thua, nga pikpamja e faktorëve social që ndikojnë në këtë shoqëri kaq shumë neurotike, agresive dhe të mbuluar me një lloj niveli të kriminalitetit të egzageruar deri në nivelet që kanë përshtypjen shoqëria po përballet sot me një sindrom të banalizimit të krimit. Pra i kemi sot të gjitha format e krimit, në familje, jashtë familjes, në rrugë, në shkollë, ku të duash, në autobus, në gjitha. Pra do të thotë kjo limfa e krimit është përhapur. Po të përmendja një filozof, një gazetar, kolegun tuaj, shumë të shquar amerikan, Ferit Zakaria, ai thotë që dhuna po demokratizohet në kuptimin që po përhapet tek të gjithë shtresat. Pra sot nuk e kemi dhunën vetëm tek fëmijët e adoleshentët, po e kemi edhe tek moshurit, dhe tek gratë, dhe tek burrat, pra nga pikpamja moshore, nga pikpamja gjinore. Pra është një kaos i tillë i përhapur në shoqërinë e sotshme. Në fakt ka një arsye, se zakonisht fenomenet sociale kanë arsye edhe ekonomike, po unë gjithmonë nuk jam partizani determinizmit ekonomik. Se nuk do të thotë që është faktori ekonomik që na i sjell gjithë këto patologji sociale që ka shoqëria. Ka një faktor tjetër në shoqërinë e sotshme. Ka një ideologji, në thonjza, të idesë të njeriu të fortë, të njeriu që sot që të arrish suksesin duhet të jesh i fort në shkollë për të përballuar shokun, i fort në jetë për të konkuruar, i fort atje. I fort në jashtë. Dhe kjo ka sjell
ka sjell këtë situatë që njerëzit të bëhen agresiv. Madje siç e dini, kjo po transmetohet dhe fëmijët dhe tek fëmijët. Në fakt të dy format e dhunës dhe të krimit, qoftë ai real, qoftë ai virtual, dhe në fakt e dyta ajo që po ndodh dhe që është dramatike për shoqërinë tonë është shfaqur ky fenomeni i kriminalitetit kibernetik, ose bullizmi, ngacmimi për arsye të ndryshme, siç e dini, është fenomen tipik i përhapur social në jetën e sotshme, për shkak dhe të fenomeneve siç janë hipokrizia, transparenca e tepërt dhe shumë arsye të tjera, por tek të rinjt është përhapur së tepërmi për shkak se lidhjet e tyre me rrjetet sociale, me këtë drogën e re të shekullit 21 që është përhapur kaq shumë dhe që ka kapur fëmijët të rinj dhe sidomos adoleshentët në mënyrë radikale, është bërë një instrument për të sjellë të krimin virtual, sepse ndodh që fillojnë ngacmimet, bullizimi për shkak të pamjes jashtme, të mënyrës së të folurit, të origjinës familjare, të racës apo të arsyeve të tjera më periferike, dhe ky konflikt që fillon në mënyrë virtuale nëpërmjet rrjetit social, apo çështje të tjera të karakterit erotik, sidomos këto rivalitetet erotike të adoleshentët, është mosha delikate. Por kanë qenë gjithmonë këto, ama. Kanë qenë gjithmonë, është e vërtet, vetë se ka një gjë, janë dobësuar institucionet e sigurisë, është e vërtet, adoleshentët të kanë qenë, edhe kur kemi qenë adoleshentë, kemi pas qef, të kishim edhe me femra, muhabet, të kishim edhe këtë... Po edhe na kanë bullizuar, edhe kemi bullizuar. Edhe ajo, po kish një arsye tjetër, shkolla kishte autoritetin e vetë, familja kishte autoritetin, pra amortizatorët social, institucionet janë dëmtuar, dhe kjo ka bërë që të dalë në evidencë, ajo që pyetët ju, Katerina, mos është shtuar më shumë në kohën e sotshme, pra kjo është pasojë, ky nivel i kriminalitetit, i bullizmit, i ngacmimeve në jetën e sotshme shoqërore, në të gjitha shtresat, nga pikpamja e shtrirë, nga pikpamja gjeografike, ka arsyet e veta të cilat duhen diagnostikuar. Sipas meje, e vetmja mënyrë, kur derisa kemi bërë diagnozën dhe e kuptuam shkaqet, unë mendoj që e vetmja terapi është vetëm përforcimi dhe forcimi i institucioneve të sigurisë morale, i institucioneve të kujdesit social, i amortizatorëve që shoqërisë tonë po i prishen. Nëse do vazhdojnë të prishen akoma, unë ju garantoj që niveli kriminalitetit... Po si forcohen në këto raste, për shembull, ju thoni shkollat, për shembull, është një nga institucionet që duhet forcuar? Pa diskutim shkolla, për mendimin tim, unë me shkollën jam i lidhur... Dhe është zona që po shihet si terren konflikti, është bërë si ajo e boksit. Ka dy gjëra. E para njerë që shpesher njerëzit, sidomos prindit, kanë filluar të bëjnë shkollën kokë turku. Dhe ati që nuk e bëjnë dot në familjen e tyre, që të merren me edukimin dhe formimin e fëmijëve, se ata fëmijë dalin nga ajo fabrik. Këta kriminalët, këta ngacmuesit dalin nga ajo fabrik. Fabrika e tyre është familja. Dhe vinë në shkollë dhe prindrit tonë, shkolla s'bën gjë kështu. Shkolla ka mëkatet e saj dhe unë jam partizani tezës që duhet bëjmë analizë diferencuar. Po unë mendoj që pjesën kryesore, pjesën e luanit, pjesën e përgjegjësisë, për formimin human, qytetar, për formimin e empatik të fëmijëve tanë e bën familja. Ulja e kuotave të prindërimit, kufizimi i kohës prindërimit, ndërprerja e kontakteve empatike midis prindërve dhe fëmijëve. Këta prindër të dhënë pasaj shoqërie turbokapitaliste të shpejtësive të mëdha që luftë për para, luftë për sukses, luftë për famë dhe këto janë të natyrshme, reduktojnë kohën e prindërimit. Dhe këta harrojnë që brenda tyre po rritet disa fëmijë që në vend që të bëhen qytetarë të nesërmesh bëhen kriminal. Shkolla nga ana tjetër, që është institucion i dytë i rëndësishëm, nuk ka ndonjë deus ex machina. Këto janë institucionet sociale. Shkolla duket ka një lloj njanshmërie. Është dhënë shumë pas kurikulave, mësimdhënies, modernizimit etj që janë të natyrshme, megjithatë këtu nuk se po ndrit shkolla jon edhe në këtë pikpamje. Absolutisht. Po ama kanë hequr dorë. Shikoni, vetë shkolla në puls, ai mësuesi nuk është në punës, mësuesi është misionar, pra do të thotë nuk është mësimdhënës, po është dhe edukues. Ndarja e kësaj tipologjie e personalitetit të mësuesit me thik që unë jam thjesht mësimdhënës regjistrin, se më duket s'ka tani se me çfarë japin, me online, vën notat dhe ikën në shtëpi dhe ka që unë e mbylla detyrën, bën që pastaj të kemi po si ka mundësi që një mësuese mirë prindi që se kupton situatën e një fëmije që është bërë agresiv, që është bërë bullist, që jeton në vetmi, që është izoluar, që është në përkëmbur, që mbyllet në shtëpi, që qanë, që nuk ka oreks, që nuk do të vejnë në shkollë. Dhe prindi është indiferent dhe s'kupton çfarë sinjale do të më prind që të kuptoj që fëmija diçka ka. Nga ana tjetër, mësuesi në klasë, si rri qetë kur shikon një vajzë, një djalë timid të mbështjellë atje në fund të bangave ose në bangën e tij
që se reflekton, që nuk ndjek mësimin, që loton pas... është pyetje shumë e drejtë. Po janë sinjale që duhet të vlerësojmë. Pra është një lloj neglizhence, është një lloj mungese empatie, është një lloj pra unë duat marrë rrogën në fund edhe le të ndodh çfarë të ndodh, është banale mund të jetë çështja? Jo, Katerina, nuk mendoj se është kështu. Profesori i tha tamam gjërat që duhen thënë, se sigurisht. Por në morin atyre gjërave që duan, që janë të domosdoshme, është dhe bashkëpunimi i prindit me mësuesin. Është e vërtet që ai fëmia është në shtëpi dhe aty formohet, formimin e parë ka aty, dhe koha që duhet rri ky prindi me këtë fëmin është gjë më e domosdoshme. Unë nuk e di, ndoshta ju e kam thënë dhe në herë tjetër, gjithmonë në Ndor bëja një anketim për fëmijët. Dhe fëmijët deri në klasën e 4, kërkesa më e madhe që ishte që prindët të qëndrojnë më shumë me ne. Tani, në moment, arti i prindërimit dihet që është arti më i vështirë në botë, por që duhet mësuar. Dhe do një sakrificë. Arti i prindërimit. Është një shkencës dhe zotësisë. Arti i prindërimit. Art është. Por njerëzit duhet ta kuptojnë këtë gjë. Sigurisht që koha, problemet ekonomike, ama duhet një sakrificë në moment. Prandaj ne i pëlqejmë tashmë që martesat bëhen më të madhe, që njerëzit janë plotësuar, kanë realizuar ca gjëra me veten e vet, po tashti në moment që ti ke një fëmijë, juve duhet sakrifikoni të dy, dhe kjo është një zgjidhje që bëhet ndërmjet çiftit. Fëmijët kanë nevojë për kohën, për kohë fizike. Dhe unë nuk e quaj fare, mua më dhëm shpirti, kur shkoj në për kafene dhe shikoj mamat që ju japi një telefon dorë dhe vetë bëjnë muhabet, sigurisht që kanë shumë nevojë të bëjnë muhabet. Sigurisht. Por nuk është kjo. Ti ke ca detyra që duhet i bësh se s'bën. E para. E dyta, fillon që tek orari i fëmijëve. Fëmijët nuk kanë me orare për të fjetur. I majnë prindët për të parë emisione që nuk ju takojnë fare fëmijëve. Mua më vret veshi kur fëmijët shohin ca formate që as ne nuk duam të shohin. Dhe ato formate jepen, janë ca eksperimente që jepen dhe për prindët që thonë deri ku shkoj keqja. Janë formate për njerëz të cilët kanë pas probleme familjare dhe t'japin ty si prind atë mësimin, kujdes, sepse problemet familjare ja ku të çojnë. Ktu ta bëjnë fëmijën. Kështu që këto lloj mesazhesh. Ka dhe një gjuhë, po e quaj gjuhë dhune, edhe atë që transmetohet përmes televizionit, përmes radios, përmes medias në tërësi, bota online. E shikoni të dhunshme dhe ne shikojmë që këto rriten çdo ditë. Mua, kjo nuk është një pjesë që më takon mua. Mua si specialist arsimi, më takon që të kem një bashkëpunim sa më të mirë me prindin për ta ndërgjegjësuar, që kjo është një luftë e përbashkët që neve duhet ta bëjmë bashkarisht. Dhe duhet ta ndjekim në moment që mësuesi i thotë të prindit që shikoj diçka, duhet jetë shumë bashkëpunues. Dhe si janë të vërtet prindrit? Shumica nuk janë bashkëpunues. Nuk janë bashkëpunues. Fjala e parë që vjen, shikoj, gjithmonë fëmijët në shkollë janë në pasqyrë e prindit. Nuk më harrohet asnjëherë, ishin 3 djem në klasë 9 që ishin zënë me njëri tjetrin. Dhe unë ju bëra nga një pyetje. Ti ke marrë ndonjëherë ndonjë pllëm nga babai? Nga babi dhe nga mami. Të 3 ishin fëmijë që ishin qelluar. Dhe çfarë do prodhosh, ato do të presësh si rezultat. Kështu që unë nuk mund të them kur që gjithë e ka familja, shkolla ka pjesën e vetë. Këto lloj profesori tha shumë mirë, kurikulat që janë kaq të ngarkuara dhe që nuk po na japin ndonjë produkt. Nuk kanë dhënë rezultat, po. Po na japin ndonjë produkt. Sidomos në aspektin edukativ, njerëz kanë një nevojë të jashtëzakonshme që t'i jepet shumë më vëmendje pjesës edukative. Pjesa për të formuar qytetarin, se ai nxënësi do bëhet qytetari të nesërmes. Po kjo është sepse shkolla e di unë dhe ashtu çfarë po shoh. Unë parashkollore kam fëmijën, po mendoj se për shembull në atë rast kur ai ka filluar hapat e parë të jetuarit në klasë me rregullat, ulet në bank, pra janë një ndryshim i rutinës së tij dhe i mënyrës së jetesës për sa i përket përgjegjësisë në shoqëri, mungon pjesa e edukatës qytetare, e pastërtisë, e rregullit në komunitetet gjitha me radhë, dhe më shumë fokusi është bëj mbledhjet, bëj zbritjet, bëj shkronjat, pra mos ndoshta që në moshë të vogël fillimisht duhet filluar me edukatën qytetare kryesore, se dakord në brezin tim ne kishim marrë pushimi dhe edukatës qytetare. Ne akoma nuk po kuptojmë që roli i shkollës sot ka ndryshuar.
nuk është më shkolla Shaterpes. Shkolla sot formon qytetar, shkolla sot ka për detyrë që të zbulojë ai fëmijë të talentin dhe aty të vazhdojë të mësoj më shumë. Po, në qartë. Sepse ai dhe matematikën do ta mësoj dhe gjeografin ka telefonin përpara dhe të gjitha. Këto dy role ka shkolla sot. Të ndalem pak tek bullizmi online. Ermelinda, gjithashtu edhe për mes statistikave, duket se ka një rritje. Për shembull, në vitin 2024 ka qenë përqindja akoma dhe më e lartë, raste më të larta, fëmijë adoleshent të cilët janë që bullizojnë ose janë bullizuar, madje edhe shantazhuar dhe kërcënuar online. Pra, bota online, rrjetet sociale janë aq të ashpra sa mund të kthehen pastaj në realitet edhe në dhunë reale. Është shumë e vërtet. Faktikisht, jo se këto forma nuk kanë qenë më përpara, por interneti tashmë ka bërë që ato të shumë fishohen dhe të dalin edhe më shumë në pas. Sikur e thanë të gjithë këtu në panel që dhe në adoleshencën tonë kemi pasur grindje, ne i quajmë bullizëm, por ajo është ngacmim, është sharje, është ofendimi. I themi në një gjumë globale tashmë. Por interneti ka bërë këtë gjë që ajo të amplifikohet më shumë, të shumë fishohet, edhe të dalim më në pa dhe për shoqërinë. Se më përpara normalisht ne nuk ishim ku ta shikonim se si po dhunoheshin, sikur ishte rasti në gjimnazin Sami Frashe, si po dhunoheshin 6 fëmijë adoleshent me njëri tjetrin. Por nëpërmjet internetit, kjo jo vetëm u shfaq në rrjetet sociale, por u shfaq edhe në media ndërkombëtare. Dhe ky është edhe një problem tjetër, që është një pasqyrim i tyre, bën që ajo dhe të shtohet edhe në raste të tjera. Po, për mua, e thatë juve shumë mirë që është veç faktit që ne kemi një mungesë kontrolli të qëndrimit të fëmijëve në internet, ne kemi një mungesë kontrolli si nga familja, po edhe nga shkolla, sepse edhe pse është një urdhër që ndalon përdorimin e telefonit në shkollë, që prej 2018-ës është marrë ky vendim, kjo gjë nuk zbatohet. Po ka shumë arsye që kjo nuk zbatohet, sepse unë duke qenë se jam prej 20 vitesh tashmë në terren që mbuloj këtë fushë, po edhe në këto muajt e fundit jam marrë intensivisht me këtë gjë, prindrit thonë që nuk kemi mundësi si të komunikojmë me fëmijët, se i lëmë në shkollë, po mbaron shkolla shumë herët, ata do shkojnë në shtëpi ose do shkojnë në një after school. Por nëse nuk ka një transport, duhet të bëjë një komunikim me fëmijën e tyre, janë detyruar të japin telefonin. Shkolla e ka humbur atë autoritetin e vet deri diku dhe në disa shkolla zbatohet, bëhet ai kontrolli dhe fëmijët duhet në momentin që vinë në shkollë i dorëzojnë telefonat dhe pastaj i marrin telefonat në orën 12:30 apo në 1 kur mbaron mësimi. Kam dëgjuar shumë herë mësues që thonë që si mund t'ja marrën telefonin nxënësit, kur ai ka një telefon të fundit, është më shumë se rroga ime dhe i ndodhi një ngatres, mund t'i thyej telefonin, mund t'i bëjë ndonjë gjë dhe ndonjëherë dhe mësuesit kanë heqë dorë nga ky kontrolli dhe heqja e telefonit. Pra, këtu ne kemi edhe shkollën që të themi e rënuar, mbase jo, po është dobësuar jashtëmase shumë, kemi familjen që është dobësuar shumë dhe ka shumë halle, sepse e tha Zysha shumë mirë që thonë fëmijët, ne duam të rrimë shumë e prindit. Po këta prindër, pa diskutim që ka prindër të papërgjegjshëm dhe kalojnë kohën me gjëra koti dhe nuk rrinë me fëmijët e tyre, po një pjesë e madhe e tyre mendoj që janë shumë të angazhuar në punë, se duan të sigurojnë ato gjërat bazike fëmijës dhe neglizhojnë ose nuk qëndrojnë kohë të gjatë me fëmijën. Sado që ndonjëherë është mirë që pasi ti mund të rish për kohë të gjatë me fëmijën. Fëmijën nuk e ke fare vëmendjen te fëmia jot. E rëndësishme është që ne të kemi një kohë cilësore me fëmijën. Pra kur rrim, mos të rrim me telefonin tim, fëmia me telefonin e vet. Është sepse situata ekonomike është shumë problem në familjet tona, shumë prindër bëjmë dy punë dhe i lënë. Interesant është dhe këtë tjetra, sipas një statistike nga Organizata për Ekonomi dhe Zhvillim, në mos gaboj, OCDE-ja, thoshte se në Shqipëri, për shkaqet ekonomike, vështirësitë ekonomike, po edhe keq ushqyerja që duhet jenë normalisht lidhura bashkë, ndikonin shumë në performancën e nxënësve në shkolla. Shumë e dobësuar gjendja, veçanërisht thoshte matematika, nxënësit nuk janë shumë të zotë. Unë nuk mendoj se ka gjë në situata ekonomike para 30 vjetëve që prindët ishin më afër se fëmijët. Është një simptom tjetër e jona. Është diagnozë e pasurimit shpejt. Si kanë qenë në kohën që unë kam qenë fëmijë, ishte gjendja ekonomike më e mirë? S'është e vërtet. Ama prindët ishin gjithkohon me neve.
Unë mendoj që, sepse... Ishin dy sisteme krejt, Jo, absolutisht të jemi mbrapsht. Jo, s'është vërtet, do një raport. Sepse ka një gjë, ne duhet të ndihmojmë prindërit të kuptojnë diçka, sepse dhe ata nuk janë tërësisht fajtor. Ky është niveli shoqërisë tonë. Ajo që duhet ndryshoj sipas mendimit tim është ndryshimi i parimeve të prindërimit. Unë e them gjithmonë, adoleshentët këta janë, ata nuk ndryshojnë, ata që duhet ndryshojmë ne. Ka një parim universal, nëse nuk e ndryshon do tjetri, ndrysho veten. Çdo të thotë kjo, do të thotë që prindit duhet kuptojnë se duhen parime të reja. Ka dështuar edukata paternaliste, ka dështuar autoritarizmi prinderor, ka dështuar familja vertikale që kur hynte babai trondite i gjithë godina dhe të gjithë zinin pozicionet e tyre të fëmijëve. Sot kemi një familje demokratizuar. Kemi atë fëmijë që, unë them që sot fëmijët e sotshëm janë bërë mbretër dhe prindërit janë bërë shërbëtor të tyre. Ky është një realitet. E para, e dyta, për të dalë teknologjia, sepse këtu e ka me merak, sepse ka një lloj abuzimi shumë të madh, edhe pas ngjarjes së mbylljes së TikTokut. Shikoni, ne jetojmë në një epokë dhe interneti nuk mund të fiket. Nuk mund të fiket. Harrojeni këtë punë. Bile teknologjia do bëhet shtojcë organike e njeriut. Duhet të jetë vetëm e kontrolluar, se me mbyllje nuk zgjidhet asnjë gjë. Mund të mbyllet për efekte të caktuara siç ndodhi me TikTokun dhe unë jam dakord. Le të bëhet qoftë në mënyrë eksperimentale për të dhënë një goditje shoqërisë për të se ka nevojë me sa duket. Por unë mendoj që çështja është tek jo vetëm do bëhet shtojcë organike e njeriut, jo vetëm është një arritje shumë e madhe e njerëzimit, tu është problemi i kulturës së përdorimit të tyre. Ky është një problem i vështirë. Ky slogani im është i lehtë. Kurse për ta realizuar në praktik këtë është merrsisht e vështirë. Ju e keni parë që ne deficitin edukativ, deficitin e prindërimit, i keni parë juve, bashkë me niprit e mi ose me tjerë këtë doni, që gjithë ditën me tablet në dorë dhe për që amet se këtë drogën e shekullit 21. Kjo është droga më e madhe, më e rrezikshme, është më e madhe se drogat klasike, më e keqe se ajo hashashi e kokaina, më e keqe është, se krijon varësi të jashtëzakonshme. Mirë, po ka një gjë, me këtë patologji janë bashkuar dhe një pjesë e prindërve, të cilët dhe gjyshërve gjithashtu. Edhe gjyshërve, po, edhe gjyshërve. Ka avancuar dhe të gjyshërit ashtu. Nga që kanë vështirësi për të marrë me ta, sepse është vështirë sot të merresh me adoleshentët. Hapat e tyre janë shumë të shpejta. Imagjinoni, tani, unë e shikoj vetë fundja, jam një intelektual mesatar, drejtje mori, dhe kur komunikoj me niprit e mi, ata rrezik thonë, i gjysh tani se ti ja fut kot, nuk i di tamam gjërat, sa gjërat ti nuk i di. Dhe kjo është e vërtet, ka një diferencë, duhet kuptuar ky status. Atëherë do të thotë që ne duhet të investojmë shumë për prindërimin. Është gjuna që prindërit e sotshëm janë kapur nga ky agresioni materialist, nga ky trekëndshi konsumistik, që shoqërinë ka futur para, konsum, seks. To janë tre temat më të mëdha që diskuton sot shoqëria dhe harrojmë që brenda këtij trekëndshi në mënyrë fatale kemi ca fëmijë që po i groposin, ca fëmijë që po deformohen, që po bëhen të dhunshëm. Dhe e fundit, gjua tek ne është bërë drunjtë, vrazhdet dhe e shëmtuar, është dhe reflektimi politikës. Shikoni, unë duhet ta them sot, sepse me që jemi dhe në këto valet e politikës, të listave të debateve që po bëhen, politikanët, ata që janë deputet, kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në neurotizmin social, në gjuhën që përdoret, ajo gjuhë e vrazhd, ai bullizëm, ai agresivitet që gëlon në aulën më të madhe të demokracisë tonë, reflektohet dhe tek njerëzit. Dhe në qoftë se dhe atje logjika e të fortit, atëherë kjo do vëjë dhe tek fëmijët tanë dhe tek ne. Kështu që shoqëria ka nevojë vërtet të ndërmarrë masa të cilat janë pjesa më e madhe janë të karakterit kulturor, jo të karakterit ndëshkues. Pra duhet forcojmë shkollën, duhet forcojmë familjen, media pa diskutim ka mëkatet e veta dhe edhe ju, jo ti personalisht, edhe ju keni mëkatet tuaja. Ne bëjmë maksimumin që të jemi të kujdesshëm. Ai ilaçi që doni të jepni ju nga njerëz më keq se smundja që ka kapur shoqërinë. Jam dakord që duhet shikuar të gjitha. Duhet shikuar, duhet rregulluar këto. Këto janë institucionet që rregullojnë shoqërinë. Po ajo është edhe një mundësi zgjedhjeje. Nëse kur ke mundësi zgjedhjeje, mund ta filtroj vetë publiku pastaj atë që ofrohet. Kjo është. Po edhe kjo është pak e çuditshme që pse priret instinktivisht të shkosh nga e keqja dhe edhe kjo ndodh. Pak publicitet kur të kthehemi do të jemi pak me Denada Toçën e cila është në Skype për të folur edhe për këtë pjesën psikologjike të rinjve, këtë sjellje të çuditshme sa i përket një mënyre pra jo reaguese ndaj ngjarjeve të kësaj natyre për të vepruar, për të frenuar veten, për të treguar dhe pak empatik, pas pak.